5 mënyra si inteligjenca artificiale po ndikon jetën tënde çdo ditë pa e kuptuar. Hey, a e ke kuptuar ndonjëherë që edhe nëse nuk përdor ChatGPT apo ndonjë robot futuristik, inteligjenca artificiale është kudo rreth teje. Në këtë video do të zbulojmë 5 mënyra konkrete se si inteligjenca artificiale po ndikon jetën tënde çdo ditë, edhe tani madje, ndërsa po e shikon këtë video. E ke vënë re që TikTok të njeh më mirë se shokët e tu? Kjo ndodh sepse pas ekranit punon një algoritëm inteligjent që analizon sjelljen tënde. Çfarë ndalon se shikuari, çfarë kalon, sa herë klikon, etj. Pra, inteligjenca artificiale të njeh dhe të jep përmbajtje që të mbon të lidhur më shumë. Dhe po, është shumë efektiv. Po reklamat? Të ka ndodhur ndonjëherë të flasësh për këpucë dhe më pas ato të shfaqen në çdo aplikacion që të e hap? Jo gjithmonë është një dëgjim i thjeshtë, por ka edhe analizat të dhënave që inteligjenca artificiale i përdor në profil për ty. Hey Siri ose OK Google janë fjalë që përdorim për komanda të thjeshta, por asistentët digital funksionojnë me inteligjencën artificiale që mëson mënyrën si flet dhe çfarë ke nevojë, duke u bërë çdo ditë më të zgjuar. Inteligjenca artificiale nuk është vetëm në telefonin tënd, është edhe në bankë. Kur kartela jote refuzohet për një transakcion të dyshimt, inteligjenca artificiale ka parashikuar që diçka s'po përputhet me stilin tënd të shpenzimeve. Muzika që sugjerohet, imazhe të krijuara me një klik, madje edhe kjo video skript mund të jenë shkruar nga inteligjenca artificiale. Po, inteligjenca artificiale tashmë krijon përmbajtje si video, tekste, piktura dhe ndryshon mënyrën se si ne krijojmë. Në fund të ditës, inteligjenca artificiale është mjet dhe varet se si e përdorim atë. Nëse të pëlqeu kjo video dhe do më shumë përmbajtje informuese se kjo, mos harro ta bësh subscribe kanalin, të lësh një like dhe madje edhe të komentosh nëse do.